Në komunën e Gjakovës ende nuk janë riparuar prishjet në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike të shkaktuara nga erat e forta dhe shiu i rrëmbyeshëm që ndodhi në mbrëmjen e së shtunës. Shumë fshatra dhe lagje të Gjakovës kanë mbetur pa energji elektrike. Telat e rrymës elektrike, të cilat janë dëmtuar dhe kanë rënë në tokë në rrugën Sadik Pozhegu, ende nuk janë rregulluar nga Keci. Banorët bëjnë apel që të intervenohet sa më shpejt dhe të rregullohet ky problem. Nuk ka këtu në shpeci 3 ditë, domethënë faza, një fazën. Nuk ka, dikon nuk ka. Qatë ditë që konë fryma që konë, që ka fry shumë atë. Promjen e anku ju në arme, nësë kanë mujtë, telet jënë putë në për rrugë, që do të unë nuk kom, që 3 ditë jeni në anterë. Para 3 ditë kemi lajmëru që një në pas nuk punon, a një natë jemi konë ofër 12 orë pa rrymë. Do më thonë që të ditë që ka pas fryme këto, është na rryma gjatë natën, sikur në gjatë ka, po na kemi një pas nane. Edhe së arë kërkush me intervenu. Se për nga prishen gjanat ushqimore, që ato ma elementare me nëzi që vi bdejmë, se le mu të shku të prishen ato këtë që kemi marë, shkanë nga jetë njeve, kush do të nga një më njeve. Nga ana tjetër, zëdhënësi i Kecit, Viktor Buzhala, ka deklaruar për media se rrjeti distributivi i energjisë elektrike në Kosovë Kec, deri më tash ka arritur që 90% të prishjeve në tërë Kosovën të riparojë dëmët dhe janë në fazën përfundimtare. Në rajonet më të prekura hyn edhe komuna e Gjakovës, ku ka shumë dëme, por shumë shpejt do të kthehet normaliteti i furnizimit me energji elektrike në gjithë ato vende që ka mungesë të energjisë.